Mirë po në fakt, ne si familje sa vërtet e dim se ka po sjellën fëmijët tonë. Gjatë kësaj ngjarje që ka ndodhur, gazetarët e Infokusit gjatë gjithë kohës kanë qenë në terren dhe kanë raportuar edhe për gjendjen emocionale të familjarëve të cilët janë duke kaluar në një fazë shumë të vështirë. Si mund t'i ndihmojmë ne ata në kësaj lloj raste? Shikoni, të dy familjet janë në një situatë shumë të rëndë. Dhe familja e Dorasit nuk e ka shumë lehtë. Se ju ka ardhur diçka pa prit. Mirë po në fakt, ne si familje sa vërtet e dim se ka po sjellën fëmijët tonë, çfarë po bëjnë, me kënd po e kalojnë kohën, cilat janë ato, ta them kushtimisht, rrugët e këqija, këto informata nuk i kem. Ne në një farë mënyrë kthjellemi në momentin kur ndodh diçka. Ndërsa familja e viktimës është normalisht se e kanë humbur një dashur të vetin, që është një humbje shumë e madhe. Mandej është një humbje që pas veti që shtojmë na kushtimisht është me një bela, dhe ju ka ardhur papritma se sipas deklaratave të cilat i kam dëgjuar në media, familja e viktimës nuk i njeh dhe nuk kanë pas kurrë të keqe mes veti, ashtu që thjesht është një zënk mes të rive ku njeri dëshiron ta imponoj dominimin e vet. A mendon që do të vazhdoj ky konflikt mes familjeve apo urojmë që të mbetet me kaq? Uroj që të mbetet kaq edhe thjesht ne duhet të mësohemi se është përgjegjësi e shtetit, është përgjegjësi e institucioneve që ta vënë drejtësinë në vend. Nuk mundemi të gjithë me marrë drejtësinë në duart tona dhe me rregullu diçka ose se hakmarrja nuk sjell asgjë të mirë, vetëm shkon në thellimin e një plage ku nuk i dihet fundi. Kjo është pjesë e institucioneve, mirë po në anën tjetër është edhe efikasiteti i institucioneve nuk është në nivelin e duhur që qytetarët të mbështeten plotësisht në hapat që do t'i marrin. Është thjesht jem shtet i ri, jem në formime sipër, ende nuk jem të konsoliduar plotësisht, është shumë normal me pas mangësi, por është edhe përgjegjësi e jonja që t'i ndihmojmë institucionet, t'i ndihmojmë për shembull policinë tonë me informatat që cilat i kemë. Nëse kemi informata se në një shkollë apo në një klasë nxënësat posedojnë armë të ftofta në çantë ose edhe revolver, nuk është as spionim, as nuk është tradhti nëse ne i paralajmërojmë përgjegjësit e shkollës, arsimtarët, se në klasë ka këto. Ne duhet i edukojmë të rinjtë tonë, se në parandalimin e të keqës nuk është tradhti, as nuk është spion, po thjesht po e parandalon edhe po e shpëton një shok që të jetë viktim apo që të jetë dhunus apo çfarëdo që mos them që të bëhet edhe vras. Në këtë drejtim duhet me punu pak më shumë. Dhe faji është gjithmonë jetim, por edhe nuk muj me bë me gisht vetëm në një institucion.